Të dhënat më të fundit të Eurostat për vitin 2025 tregojnë se mashënia veriut të vazhdon të mbetet dukshëm në mesatarën e Bashkimit Evropian për bruto prodhimin vendor për frym, duke reflektuar hendekun ekonomik mes vendeve të rajonit dhe atyre të zhvilluara europiane. BPV për frym, i shprehur në standardet e fuqisë blerëse, ka shënuar dallime të mëdha në të gjithë Evropën. Mesatarja e BE-s është vendosur në indeksin 100, ndërsa vendet më të zhvilluara si Luksemburgu dhe Irlanda e tejkalojnë këtë nivel me më shumë se 2 fysh. Në këtë kontekst, mashënia e veriut si vend kandidat për antarësim në BE arrin vetëm 42% të mesatarës europiane të BPV-s për frym, duke u renditur në mesin e vendeve me nivel më të ulët ekonomik në kontinent. E njëjta përqindje vlen edhe për Shqipërinë, ndërsa vendet e tjera të rajonit si Serbia dhe Mali i Zi qëndrojnë disi më mirë, por ende larg standardeve të BE-s. Raporti thekson se dallimet ekonomike midis vendeve burojnë kryesisht nga produktiviteti i punës dhe niveli i punësimit. Vendet e Evropës lindore, përfshirë edhe mashëninë e veriut, vazhdojnë të përballen me sfida strukturore që ndikojnë në rritjen ekonomike dhe standardin e jetesës. Ndërkohë, në vitin 2025, vetëm 10 nga 27 vende anëtare të BE-s janë mbi mesatarën, duke përfshirë rreth 1/3 e popullsisë së Unionit. Kjo tregon për pavarësi të theksuar ekonomike brenda vetë BE-s, por edhe një hendek të madh me vendet që synojnë antarësimin. Të dhënat e shprehura në Eurostat tregojnë se mesatarja e BPV-s për frymën në BE arrin rreth 41.600 euro, ndërsa në vendet më të zhvilluara kjo shifër i afrohet ose tejkalon 100.000 euro. Për vendet si mashënia e veriut, këto nivele mbeten ende objektiv afatgjat.